Për herë të parë, refugjatët e Kosovës nderohen brenda parlamentit Kanadas. Për herë të parë, refugjatët shqiptarë nga Kosova u nderuan zyrtarisht brenda parlamentit të Kanadas në mbrëmjen e 25 marsit. Në Parlament Hill priti eventin 25 Honoring Refugees, Resilience dhe Stories of Survival, duke shënuar 25 vjet që refugjatët nga Kosova kanë rindërtuar jetën në Kanada, organizuar nga Arta Rexhepi në bashkëpunim me deputetin Kyle Sibek. Eventi nderoi 25 individ që përfaqësojnë guxim, leadership dhe kontribut të jashtëzakonshëm në shoqërinë kanadeze. Ndër të nderuarit ishin Arnisa Morina, e cili mbriti në Kanada në moshën 3 vjeçare pas humbjes së babait gjatë luftës, dhe Shpresa Lloshaj, zyrtare e lartë e qeverisë kanadeze angazhuar në mbrojtjen e natyrës në Kosovë. Doktor Agron Alia u vlerësua pas vdekjes, mbrëmja përfshiu dhe performanca artistike shqiptare nga këngëtari Atringa Rexhepi, Vatra Dance Group nga Windsor dhe artistë të tjerë, ndërsa veshjet tradicionale shqiptare shtuan ngjyrë dhe identitet në ambientin historik. 25 vjet pas mbritjes së refugjate, shqiptarët e Kosovës në Kanada janë model integrimi, duke ruajtur gjuhën dhe kulturën dhe duke arritur sukses në çdo fushë. Ky nderim historik në parlament u bë fest jo vetëm e suksesit individual, por dhe rrugtimit të jashtëzakonshëm të një komuniteti qëndrueshëm shqiptar në Kanada.